Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizioni, ju njohej me zhvillimet e ditës. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mblidhet nesër në Pallatin e Brigatave, ku pritet të diskutohet puna e ministrave dhe çështjeve të tjera me rëndësi për qeverisjen. Në fokus do të jetë edhe fati i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, për cilën SPAK ka kërkuar autorizim për arrestim. Majoranca pritet të marrë vendime për raportin e SPAK ose të mbajë qëndrimin e vet, ndërsa vendimi final do të shpallet në seancën plenare të 5 ose 12 marsit. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mblidhet nesër në Pallatin e Brigatave, ku pritet të diskutohet puna e ministrave dhe çështjet e tjera me rëndësi për qeverisjen. Mbledhja e grupit do të nisë në orën 11 me fjalën e kryesusjallistit Edi Rama, ndërsa më pas ministra do të paraqiten raportet e tyre për fushat që mbulojnë, secili duke pasur 7 minuta kohë. Përveç agjendës së zakonshme, një temë e papritur pritet të dominojë diskutimet, vendimet për fatin e Belinda Ballukut, ndaj së cilës SPAK ka kërkuar autorizim për arrestimin. Socialistët kanë dhënë sinjale se masa aktuale e pezullimit nga detyra mjafton për të lejuar hetimet, duke lënë të kuptohet se nuk do të heqin imunitetin e deputetes. Kjo i qëndron në kontrast me kërkesën e Partisë Demokratike, e cila ka paralajmëruar përgatitjen e një raporti paralel që mbështet autorizimin për arrestim. Vendimi për Ballukun do të shpallet nga kuvendi me shumicën socialiste, i cili do duhet të zgjidhë midis raportit të SPAK dhe qëndrimit të partisë së vet. Seanca plenare ku do të merret vendimi pritet të mbahet me 5 ose 12 mars, duke vendosur fatin e zëvendës kryeministres dhe duke përcaktuar nëse SPAK do të ketë dritën jeshile për hetimin e saj. Një delegacion me 28 eurodeputetësh të misionit fakt mbledhës të Partia Popullore Europiane zhvilloi një takim me kreun e opozitës Sali Berisha për situatën politike në zgjedhjet e 11 majit. Pas 2 orësh diskutime, Berisha deklaroi se u paraqitën shqetësime për procesin zgjedhor, drejtësinë dhe korrupsionin. Ai tha se pret mbështetje dhe rekomandime nga partnerët europian. Misioni fakt mbledhës i Partisë Popullore Europiane ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku në fokus kanë qenë zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe klima politike në vend. Delegacioni i përbërë nga 28 eurodeputet u ngjit në Selim Blu për një takim të gjatë me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Takimi që zgjati afro 2 orë përqendrua në atë që opozita e konsideron problematika serioze të procesit zgjedhor. Temë qendrore për një opozit janë zgjedhjet. Dhe ne aty u bërë një ekspoze, e keni pa ju librin, 1500 faqe me mira dokumenta, u paraqitën gjërësisht këto, u diskutuar për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesimin e sistemit drejtësisë dhe gjitha këto, por unë nuk mund të hyj në detaje dhe nuk kam ndërmend, për arsye sepse është rregulli Chatham House që duhet zbatohet në këto rast. Berisha vijoi me akuza ndaj qeverisë për mënyrën e menaxhimit të fondeve publike, duke përmendur tendera dhe koncesione që sipas tij kanë prodhuar dështime infrastrukturore. Kjo që shifni ju, me të gjitha rrugë të ndërtuara për tyre, të çara, të shkatruara, është dëshmi e dështimit të plot total për shkak të vjedhjes të gjitha investimeve, për dhjetra dhe qindra të smur, të zonës juglindore, në radh parë, të cilët kanë procedurat e mjekimit në Tiranë. Mbasi Edi Rama për vete udhton me 2 helikopter në vend se të dërgoj helikoptert dhe të marrë çdo të smur, ta sjelli këtu, t'i shtroj, t'i mbajnë hotel për kohën që nuk funksionon rruga dhe të garantoj mjekimin e tyre. Në të njëjtën linjë kritike, Kryedemokrati komentoi edhe zhvillimet parlamentare, duke u shprehur se shumica socialiste pritet të refuzojë kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ajo është një repart krimi, Osman. Ajo parti ka fakturë shqiptare që është matrix e krimit në Shqipëri. Nuk ka. Ajo parti ka krimin, substancën, shpirtin, mendjen e vetë. Sa i takon aksionit opozitar, Berisha paralajmëroi një intensifikim të protestave, duke mos përjashtuar forma të ndryshme reagimi, përfshirë edhe bllokimin e akseve rrugore. Të gjitha format janë në konsiderat dhe kjo është vetëm protest. Ne kemi vetëm protest. Ne domethënë qëndrojmë, ne besojmë tek nuk kemi një është rruga e vetë. Megjithatë, ai siguroi se aktivitetet politike do të zhvillohen në hapësira që cënojnë objektet fetare, duke garantuar respekt për besimtarët.
se në mënyrë absolute në territorin Karshi Xhamis, Partia Demokratike nuk do të zhvillojë asnjë aktivitet proteste, por natyrisht i garantoj organizatën kriminale se s'do mund të mbrojnë parlamentin duke u betuar se gjoja po mbrojnë xhamin. Njerëz të pa fe, pa din, pa iman. Njerëz që vjedhin qytetarët e tyre nuk kanë asgjë të përbashkët, as me besimin, as me xhamin, as me kishën, as me teqen. Vizita e eurodeputetëve të PP-s shihet nga opozita si një hap për ndërkombëtarizimin e shqetësimeve të saj për zgjedhjet, ndërsa pritet që misioni faktëmbledhës të përgatisë një raport edhe rekomandime mbi situatën politike në Shqipëri. Pas firmosjes së angazhimit nga kryeministri Edi Rama në Washington për kontributin në trupat ushtarake në Gaza, ende nuk ka një plan të detajuar operacional për pjesëmarrjen shqiptare. Ministri i Mbrojtjes Piro Vënku dhe shefi i shtabit të përgjithshëm Arben Gjingji thanë se fillimisht Shqipëria do të përfshihet në strukturat e shtabit. Numri i trupave dhe zona e dislokimit do të përcaktohet në bashkëpunim me aleatët. Angazhimi i Shqipërisë në një mision ndërkombëtar për paqen dhe stabilitetin në Gaza ka hyrë një fazë përgatitore, por pa detaje konkrete mbi praninë ushtarake në terren. Pas nënshkrimit të kontributit nga kryeministri Edi Rama në Washington, autoritetet ushtarake shqiptare theksojnë se aktualisht po pritet qartësimi i kuadrit operacional nga aleatët. Ministri i Mbrojtjes Piro Vënku bëri të ditur se pjesëmarrja do të zhvillohet në 2 faza. Në fazën e parë Shqipëria do të kontribuojë në shtabin drejtues të misionit, ndërsa dislokimi i forcave konkrete do të ndodhë vetëm pasi të përcaktohen rregullat e angazhimit, zinxhiri i komandës dhe mënyra e veprimit në terren. Në të njëjtën linjë, shefi i shtabit përgjithshëm General Majori Arben Gjingji konfirmoi se Shqipëria ka shprehur dakordsinë për të bërë pjesë e forcës së ndërkombëtare të stabilitetit, por theksoi se ende nuk është vendosur numri i ushtarakëve që do të angazhohen. Diskutimet me partnerët vijojnë për të përcaktuar kontributin përfundimtar. Ne shohim këtë angazhim me 2 faza, siç e tha dhe generali, përfshirje me oficerë nëpër shtabet që organizojnë forcën dhe siç e kemi bërë edhe në misione të mëparshme, qoftë në Irak, në Afganistan apo misione aktuale të NATO-s apo të BE-s, forcat tona operojnë brenda një ombrelle të një aleati më të madh dhe kjo është logjika që do ndjekim edhe në rastin konkret. Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen pjesë në forcën ndërkombëtare të stabilitetit. Aktualisht neve kemi deklaruar pjesëmarrjen në fazën e parë me oficerë në shtabin e këtij operacioni, në shtabin që do krijohet për këtë qëllim. Njëkohësisht jemi duke punuar me aleatët tanë për detajet e tjera. Nuk kemi përcaktuar akoma numrin e saktë të pjesëmarrësve, nuk ka ndonjë gjë konkrete në lidhje për këtë gjë. Por Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen e këtyre. Gjatë vizitës në Washington, kryeministri Rama ngriti edhe çështjen e procesit gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag, duke cilësuar atë të padrejtë. Ministri Vënku e konsideroi këtë rast si shembull të luftës hibride, duke pretenduar se akuzat janë fabrikuar dhe të ndikuara nga interesa ruse. Kryeministri me të drejtë e shfrytëzoi angazhimin ton në Bordin e Paqes për të shtruar në këtë tryezë këtë temë dhe do thoja është shumë evidente tashmë se kjo përpjekje për të barazuar çlirimtarët tanë me genocidarët e Srebrenicës është shumë evidente që kjo përpjekje është mbështetur në akuza të fabrikuara me influencë ruse në Këshillin e Evropës. Nga njëra anë. Dhe nga ana tjetër janë vetë hetimet që po ndodhin aktualisht ndaj ish sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Evropës, që dëshmojnë këtë afinitet toksik mes këtyre agjendave të fabrikuara në Rusi dhe në këndvështrimin ton, në qoftë se doni një shembull se çfarë është një shembull tipik se çfarë është lufta hibride, ky është shembulli se çfarë është lufta hibride. Ndërkohë, lidhur me reagimet kritike nga Beogradi pas stërvitjeve së përbashkët ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ministri i Mbrojtjes i cilësoi ato si panik të pajustifikuar, duke theksuar se bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë është normal dhe në funksion të stabilitetit. Ne vazhdojmë punën tonë, bashkëpunimi trilateral është në zbatime sipër, do ju thotë dhe shefi shtabit element të bashkëpunimit që ka pasur me homologut këto kohë, bëm një takim me homologët e mbrojtjes në Myni për të përcaktuar hapa të tjerë që lidhen me prokurimet përbashkëta në fushën e
mbrojtjes, sepse treja vendet kanë nevoja të ngjashme dhe fuqizohemi duke u bërë bashkë për të pasur kontrata më të mira, më të lira, më në dobi të nevojave që kanë forcat tona. Bashkëpunimi në fushën e industrisë, do kemi një përfshirje edhe në panajiret që po organizojnë kolegët kroatë, ku synojmë të kemi dhe angazhimin e kompanive tona dhe të kompanive të Kosovës, dhe nga ana tjetër dhe element stërvitor të forcave tona, po për këtë pjesë. Angazhimi në Gaza sipas autoriteteve mbetet pjesë e përgjegjësive ndërkombëtare të Shqipërisë, si vendi antar i NATO-s dhe kontribuese në misionet e paqes. Inspektoriati i lartë i drejtësisë ka nisur hetim disiplinor ndaj gjyqtares së posaçme Irena Gjoka pas dyshimeve për shkelje ligjore në deklarimet zyrtare. Procedimi u hap pas ankesave dhe verifikimeve paraprake që lidhen me mosdeklarimin e një dënimi të mëparshëm nga drejtësia greke. Autoritetet po mbledhin dokumentacionin nga disa institucione për të vlerësuar përgjegjësinë disiplinore të saj. Hetimi disiplinor ndaj gjyqtares së posaçme Irena Gjoka ka hyrë në një fazë të thedhuar verifikimi pasi Inspektoriati i lartë i drejtësisë ka konstatuar dyshime të arsyeshme për veprime dhe mosveprime që mund të përbëjnë shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të detyrës. Nisja e procedimit është konfirmuar përmes një shkreshe zyrtare drejtuar përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Adriana Kalaja, një prej ankuesve që ka kërkuar verifikimin e figurës së gjyqtares. Ankesa lidhet me pretendimet se në formularin e dekriminalizimit nuk është reflektuar një dënim i mëparshëm i nga autoritetet greke. Për të zbardhur plotësisht çështjen, ILDD ka vendosur të administrojë dosjen e verifikimit të thedhuar të përgatitur nga Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë, ku përfshihen të dhënat të thedhuara dhe dokumente që lidhen me të kaluarën ligjore të gjyqtares. Krahas kësaj janë kërkuar informacione shtese dhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe formularet e vetdeklarimit dhe deklaratat të kontrollit të figurës të plotësuara prej saj ndër vite. Në kuadër të hetimit janë administruar edhe të dhëna nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar, që lidhen me pyetësorët periodik të sigurisë që plotësohen nga funksionarë të sistemit të drejtësisë. Këto dokumente do të shërbejnë për të verifikuar saktësinë dhe koherencën e deklarimeve të bëra. Po ashtu, pjesë e materialeve hetimore është dhe dosja e procedimit penal të regjistruar nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku po shqyrtohen dyshime për falsifikim formularësh dhe dokumente zyrtare. Autoritetet theksojnë se hetimi disiplinor synon të garantojë integritetin dhe transparencën në sistemin e drejtësisë, ndërsa në përfundim të procesit do të vendosen nëse do të kishte masa administrative apo disiplinore ndaj gjyqtares. Çështja pritet të ndiqet nga afër, pasi lidhet drejt për drejt me standardet e besueshmërisë dhe pastërtisë së figurës së zyrtarëve të drejtësisë. Ura në zonën e Arrat të Gurës afër Dragostunjës u çmontua këtë të mërkur nga punonjësit e ARSH-s pas dëmtimeve të rënda nga rrëshqitja dhe fundosja e tokës. Çmontimi erdhi pasi shtresat mbajtëse dhe zhvendosja e rrugës e bën pamundur çdo riparim të urës. Autoritetet po punojnë për një rrugë alternative 1.3 kilometra mbi traseën e Hekurudhës Elbasan Pogradec dhe për një zgjidhje të trafikut të kamioneve në Qafan. Punojësit e ARSH-s shmontuan këtë të mërkur urën e dëmtuar në aksin Librash-Prenjas në afërsi të Dragostunjës, duke konsideruar të rrezikshme për qarkullimin e automjeteve. Dëmtimi i saj shkaktuar nga rrëshqitja e tokës dhe fundosja e stresave mbajtëse e bëri të pamundur çdo përpjekje riparimi. Qarkullimi në zonë është prekur që nga i diela, duke shkaktuar devijim me trafiku dhe izolim të përkohshëm për disa komunitete, kryesisht në juglindje të vendit. Për të zbutur situatën, autoritetet kanë vendosur ndërtimin në një rrugë alternative mbi traseën e Hekurudhës Elbasan Pogradec, 1.3 kilometra gjatë që do të lejojë qarkullimin e automjeteve të lehta. Ende nuk është caktuar një afat për përfundimin e punimeve. Problemi janë hasur edhe në trafikun e kamioneve në pikën kufitare të Qafthanit, të cilët kanë mbetur të bllokuara për disa ditë. Burimet pranë pikës kufitare nuk njoftojnë se Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka komunikuar me autoritetet e Maqedonisë së Veriut, të cilat do të lejojnë kthimin e kamioneve në Qafthan. Ata do të pajisen me dokumente për të kaluar në pikën kufitare të Bllatës e më pas të përdorin rrugën e Arbrit për të vazhduar udhëtimin drejt destinacionit. Autoritetet e ARSH-s dhe të Doganave theksojnë se të gjitha masat janë marrë për të garantuar sigurinë dhe lëvizjen e mjeteve, duke angazhuar që devijimet dhe rruga alternative të jenë të sigurta dhe funksionale sa më shpejt të jetë mundur.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, u takua me bashkëkryetarët e Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Oert Byllykbashi, për të diskutuar agjendën e Komisionit në javët e ardhshme. Gonzato theksoi rëndësinë e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse, e cila rrit transparencën në financimin e partive dhe garanton pavarësinë e administratës zgjedhore. Takimi mes ambasadorit të BE Silvio Gonzato dhe bashkëkryetarëve të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore u fokusuan mbi strategjinë e punës së Komisionit në javët e ardhshme dhe mbi prioritetet që lidhen me proceset zgjedhore në Shqipëri. Gonzato, përmes rrjeteve sociale, theksoi se reforma zgjedhore është kyçe për rritjen e transparencës në financimin e partive politike, mbrojtjen e pavarësisë së administratës zgjedhore dhe parandalimin e keqpërdorimit të burimeve shtetërore. Një reformë gjithëpërfshirëse që përfshin dhe zbatimin e rekomandimeve të BE udhëherit është thelbësore për të garantuar besimin e qytetarëve dhe për të mbrojtur integritetin e zgjedhjeve të ardhshme, deklaroi Gonzato. Ai shtoi se proceset zgjedhore të besueshme dhe në përputhje me standardet kombëtare mbeten një prioritet kryesor në rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkëkryetarët e Komisionit, Damian Gjiknuri dhe Oert Byllykbashi, siguruan që Komisioni do të vijojë punën intensive për të përfunduar analizën e ligjeve dhe rekomandimeve, duke marrë parasysh sugjerimet e institucioneve ndërkombëtare me qëllim që zgjedhjet e ardhshme të jenë më transparente dhe besueshme. 3 armë zjarri, municion luftarak dhe qindra fara kanabis janë sekuestruar nga policia gjatë një operacioni antidrogë në Përmet. Në pranga ka rënë një 33 vjeçar me precedent penal. Një operacion i befasishëm i strukturës së policisë së shtetit i zhvilluar në qytetin Përmet ka çuar në arrestimin e 33 vjeçarit Cristiano Kolaqi, i dyshuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtje pa leje. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, efektivët zbuluan dhe sekuestruan 3 armë zjarri, konkretisht një kalashnikov dhe 2 pushk, si dhe 4 krëra me fishik luftarak. Në të njëjtin ambient u gjetën rreth 300 fara kanabisi dhe një sasi lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa, e cila dyshohet se mbahej me qëllim shitje. Sipas policisë, 33 vjeçari rezulton person me precedent më parshëm penal, kryesisht në fushën e narkotikëve, çka ka ngritur dyshime për përfshirje të vazhdueshme të veprimtarisë së paligjshme. Në kuadër të operacionit të koduar historiku, materialet e sekuestruara do të nënshtrohen ekspertizës balistike në institucionin e policisë shkencore për të verifikuar nëse armët janë përdorur më parë në ngjarje kriminale. Ndaj të arrestuarit rëndojnë akuzat prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit. Dosja procedurale është referuar prokurorisë së Gjirokastrës për vijimin e hetimeve dhe ndjekjen penale. Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet dhe operacionet kundër armbajtjes pa leje dhe trafikut të drogës do të vijojnë në të gjithë qarkun me qëllim rritjen e sigurisë publike. Do të ecim me të tjera informacione. Ideja për pranimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian pa të drejtë të vetos po diskutohet në nivele europiane. Ndonse jo zyrtarisht, të paktën 2 lider rajonal, mes tyre kryeministri Edi Rama, kanë shprehur gatishmëri për të pranuar një formulë të tillë për të përshpejtuar integrimin. Sipas burimeve, çështja lidhet edhe me zhvillimet gjeopolitike dhe sigurinë e kontinentit. Një propozim i ri që po qarkullon në mënyrë jo formale në qarqet politike europiane parashikon mundësinë që vendet e Ballkanit Perëndimor të anëtarësohen në Bashkimin Evropian pa të drejtën e vetos, një nga mekanizmat kyç të vendimarrjes të blok. E drejta e vetos, e sankcionuar në traktatet themeluese të BE-s, u jep çdo shteti anëtar fuqinë për të përballuar vendime të rëndësishme që kërkojnë unanimitet, përfshirë zgjerimin dhe pranimin e vendeve të reja. Heqja apo kufizimi i kësaj të drejte për anëtarët e ardhshëm shihet si një mënyrë për të shmangur bllokadën politike që kanë shoqëruar proceset e mëparshme të zgjerimit. Diskutimet sipas raportimeve të Radio Europa e Lirë lidhen me një kontekst më të gjerë sigurie dhe gjeopolitike, sidomos në përpjekjet për stabilitetin në Europën Lindore dhe negociatat për paqe në Ukrainë, ku aktualisht rol të rëndësishëm po luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuadër, zgjerimi i BE-s nuk po shihet më vetëm si një proces ekonomik apo administrativ, por si një instrument strategjik për forcimin e sigurisë dhe ndikimin politik të bllokut në rajon. Një zëdhënës i Komisionit Evropian ka theksuar se anëtarësimi i ardhshëm i Ukrainës është pjesë e diskutimeve, por pa paragjykuar vendimet përfundimtare. Nga ana tjetër, disa lider të Ballkanit Perëndimor kanë shprehur hapur gatishmërinë për të pranuar një anëtarësim me kompetenca të kufizuara në fazën fillestare, mes tyre edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili e ka cilësuar integrimin si prioritet strategjik, edhe nëse kjo do të nënkuptonte kompromise të përkohshme. Sipas burimeve brenda Komisionit,
mbështet edhe Marta Kos, komisionere për zgjerimin dhe politikane nga Sllovania, mbështetë rishikimin e së drejtës së votës për anëtarët e rinj me qëllim për shpejtimin e procesit me shmangjen e bllokimeve politike. Megjithatë, ideja mbetet ende në fazë diskutimesh dhe çdo ndryshim do të kërkojë dakordsinë e vendeve aktuale anëtare, por vendet e rajonit kjo formulë shihet si një kompromis i mundshëm mes sovranitetit vendimarrës dhe përfitimeve të anëtarësimit të plot në familjen europiane. Në prag të kushtetutës për zgjedhjet e presidentit të ri të Kosovës, ministri i jashtëm Glau Konjufska deklaroi se një emër nga familja e herojit kombëtar Adem Jashari do të krijonte konsensus automatik në shoqëri. Ndërkohë, mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon në fillim të prillit dhe zgjedhja e kreut të ri të shtetit duhet të bëhet brenda fateve të përcaktuara nga kushtetuta. Teksa numërojnë ditët e fundit përpara përfundimit të afatit ligjor për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, debati politik për emrat e mundshëm është intensifikuar. Ministri i Punëve të Jashtme Glau Konjufska ka theksuar si figura që do të vinte nga familja Jashari do të kishte mbështetje të gjerë jo vetëm politike por edhe shoqërore, duke cilësuar si një kandidat që do të bashkonte spektrin politik dhe qytetarët përtej ndasive partijake. Sipas tij, trashëgimia simbolike dhe sakrifica e familjes së Adem Jasharit përfaqëson një pikë referimi kombëtare çka do të bënte procesin e zgjedhjes më pak konfliktuale dhe më konsensuale. Megjithatë, Konjufska sqaroi se nuk i takon atij të flasë në emër të familjes Jashari dhe as të konfirmojë nëse ekziston vullneti i tyre për të hyrë në garë. Në të njëjtën kohë, presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur publikisht ambicien për një mandat të dytë 5 vjeçar, por mbështetja parlamentare për kandidaturën e saj mbetet ende e paqartë. Për të siguruar zgjedhjen e presidentit, nevojiten votat e mjaftueshme në kuvent, ndërsa dështimi për ta përmbyllur procesin brenda datës 4 mars do ta çonte vendin drejt një krize institucionale dhe mundësisë së zgjedhjeve të reja. Këto zhvillime vijnë në një moment delikat për skenën politike, ku partitë po zhvillojnë konsultime intensive për të gjetur një emër që të sigurojë shumicën e nevojshme dhe të shmangë përplasjet e panevojshme. Emri i presidentit të ardhshëm pritet të jetë vendimtar për stabilitetin politik dhe drejtimin institucional të vendit në vitet e ardhshme. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët dhe me diell në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e qartë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në pjesën më të madhe të territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 15 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të pjeshme. Paraditja do të jetë e freskët me kthjellime, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 0 deri në 11 gradë Celsius, Podujev -1 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 1 deri në 11 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan -1 deri në 9 gradë Celsius, Perizaj 0 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 0 deri në 12 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e radhës.